Ishte nisja një fushate për të shpëtuar imazhin e Izraelit, e mbështetur nga makineria propagandës perëndimore, dezinformimit, luftës psikologjike dhe armëzimit të inteligjencës artificiale e mediave sociale për të shtrembëruar perceptimin dhe për të varrosur të vërtetën. Prej 2 vitesh, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza jo vetëm që ka shkatruar një popull të rrethuar, por i ka zhveshur Izraelit çdo pretendim për epërsi morale, vlerëson shahade. Humbja e tij më e madhe nuk ndodhi në fushë betejë, por në zemrat dhe mendjet e miliona njerëzve, sidomos të rive që sot qëndrojnë hapur me Palestinën. Fjalimi i Trumpit në Kneset ishte goditja e parë e një lufte të re, jo ndaj Gazës, por ndaj së vërtetës. Një përpjekje për të rimarrë narrativën dhe për të heshtur një brez që refuzon të harrojë. Gjatë fjalimit, lavdrimet e Trumpit ndaj Izraelit u zbuluan si një pranim i hapur i bashkëfaqësisë amerikane në gjenocidin e tij, shkruan shahade. Në një moment, ai mburret: "Ne bëjmë armët më të mira në botë, kemi shumë prej tyre dhe kemi dhënë shumë për Izraelin." Me një krenari të ftohtë, Trump shtoi: "Por ju i keni përdorur mirë. Duhet edhe njerëz që dinë si t'i përdorin, dhe ju, padyshim, i keni përdorur shumë mirë." Trump duar trokiti masakrën 2 vjeçare ndaj popullsisë civile të rrethuar.